Vajza e vogël gjen një dhomë sekrete në shtëpinë e saj që rezulton në një surprizë. Kur përgatiten për të mirëpritur një ardhje të re në familje, prindrit në pritje do të ndërmarrin të gjitha llojet e hapave për të përgatitur veten dhe shtëpinë e tyre. Ata do të lexojnë të gjithë librat e foshnjave, do të mbrojnë shtëpinë nga fëmijët, do të blejnë më shumë pelena se sa mund të numërojnë dhe do të lyejnë dhomën. Megjithatë, kur një çift në Angli mësoi se do të kishin një vajzë të vogël, babai i ardhshëm pati një ide mjaft unike. Në vend të gjërave të zakonshme, ai vendosi të përfundonte një plan që do të kërkonte më shumë se 6 vjet që të mund të realizojë. Por kur u bë, ja vlente plotësisht. Kur një baba anglez pa emër mësoi se gruaja e tij do të lindte, ai e dinte se ishte koha për të filluar përgatitjen. Megjithatë, kjo ide e përgatitjes për fëmijën e tij të parë nuk ishte ajo që shumica e njerëzve mund të prisnin. Para se vajza e tij të lindte, ai vendosi të fshihte diçka në shtëpinë e tij që ajo ta gjente. Ai e mori këtë projekt kaq seriozisht, saqë në fakt priti që vajza e tij të mbushte 6 vjeç për t'i treguar. Kur ai ishte gati t'i zbulonte projektin, ai tha asaj se duhet të pastronte një bagazh të vjetër, plot me mbeturina. Ajo nuk e vuri re që babai kishte ndezur aparatin e tij, ose se gjyshja dhe nëna e saj dukeshin të etura për të parë ngjarjet si zhvilloheshin. Vajza e vogël më në fund gjeti diçka që nuk e priste, një copë letër të vjetër dhe të rudhosur, si diçka nga një film aventure. Por çfarë ishte ajo? Ishte një arthesari, sigurisht. Vajza e vogël ishte mbire. Ajo menjëherë i kërkoi babait të saj që ta ndihmonte të kuptonte nëse kjo art ishte e vërtetë dhe nëse të dy mund të gjenin thesarin që dukej se premtonte. Vajza e vogël shpejt kuptoi se arta me pamje të lashtë ishte në fakt një art e shtëpisë së saj. Ajo e nxori atë në korridor dhe u përpoq ta vendoste në tokë. Është e qartë se ajo ishte fokusuar dhe gati për të gjetur thesarin e saj sekret të varrosur. Me ndihmën e babait të saj, vajza kuptoi se thesari ndodhej diku në dhomën e saj të gjumit. E gjithë familja e ndoqi dhe sapo u futën në dhomë, ajo bëri një zbulim të mahnitshëm. Në art, kishte një të dhënë të madhe që i tregonte asaj se ku të shikonte brenda dhomës së saj. A do të kishte një ark thesari të mbushur me medalione ari, të vjedhura nga një pirat i rem i kohëve të shkuara? Ajo nuk gjeti një ark thesari, por mësoi se kishte një dhomë sekrete të fshehur në një nga muret e saj të dhomës së gjumit. Megjithatë, ajo duhet të ketë qenë e fshehur mirë, sepse ajo nuk mund të shihte një portë apo një vend kalim. A arriti ajo në një rrugë pa krye? Kjo ndodhi kur babai i saj trokiti në mur dhe vuri re një tingull të pazakontë të zbrazët që vinte nga pas panelit. Së bashku, ata ishin në gjendje të përcaktonin me saktësi vendin e dhomës. Çfarë ishte atje? A mund të jetë thesari? Babai i vajzës së vogël mori një sharë elektrike të vërtetë, në mënyrë që të mund të priste në mur dhe të shihte se çfarë fshihej pasaj. Natyrisht, vajza e tij nuk e kishte idenë se ishte ai që krijoi këtë gjë gjatë gjithë kohës. Pasi preu një katror kaq të madh sa të mund të zvarritej vajza e tij, babai u ul dhe e shikoi me emocion. Vajza e tij e vogël troqi fletët për zbuluar dhomën sekrete që ishte shënuar në art. Pasi u fut brenda, vajza e vogël nuk mund ta besonte atë që po shihte. Ishte një hapësirë krejt e re në shtëpinë e saj, që kishte qenë pranë dhomës së gjumit të saj gjatë gjithë kohës. Pasi i mori të gjitha, ajo vuri re gjithçka. Doli të ishte një kuti e vogël. Ky duhet të jetë thesari i varrosur. Në fillim mendoi se do të kishte një mal me para, por kur hapi, nuk mund të ishte me habitur. Ajo ishte mbushur me të gjitha llojet e monedave të vjetra dhe copa bijuterish. Vajza e vogël nuk mund ta besonte gjetjen e saj të pabesueshme. Ajo ishte kaq e emocionuar sa babai i saj nuk pati zemër t'i thoshte se ishte e gjitha një lojë që ai krijoi për argëtimin e saj. Ajo ishte thjesht shumë emocionuar, po glushja nuk mund të ndalonte të treguar i zbulimin e mahnitshëm para nënës dhe gjyshes së saj. Mjaftoi ta mbante të zënë për orë të tëra. Natyrisht, ideja e babait u shpërblye. A mund ta imagjinoni se si duhet të ketë qenë për këtë vajzë të vogël ideja e një zbulimi kaq të mahnitshëm? Sikur të kishte marrë jetë një prall apo një histori e vjetër piratësh. Ishte qartë se ajo ishte krejtësisht e befasuar. Vajza e vogël e kaloi pjesën tjetër ditës duke kërkuar një kuti me thesare. Prindrit dhe gjyshja e saj dukeshin po aq të emocionuar për të kaluar kohën duke luajtur edhe me miqtë e saj. Në fundit, ata nuk e kishin parë përmbajtjen e kutisë për më shumë se gjysmë dekade. Të gjithë përgatiten për të pasur një fëmijë në mënyra të ndryshme,
dhe megjithëse ideja e këtij babai ishte e pazakont, kjo vetëm e bëri atë shumë të veçantë. Një vështrim në fytyrën e vajzës së tij të gëzuar ishte gjithçka që duhej për të ditur se ajo do t'i ruante përgjithmonë këto kujtime, ndërsa këto fotografi pikturuan një pamje të bukur të gjuetisë së thesarit, mjafton të shihni reagimin e vogëlushës. Fatmirësisht, babai i saj bëri një video të gjithë ngjarjes teksa u shpalos. Sa e lezetshme. A nuk është një gjë kaq e mahnitshme për një baba? Tani, kush është gati të dalë atje dhe të përgatisë gjuetin e tyre të mrekullueshme të thesarit?